Era e fuqishme që goditi mbrëm vendin la pas vetes dëme të dukshme materiale. Motit të rëmbyeshëm nuk i rezistuan as objektet as pronat e qytetarëve, të cilët sot po përballen me pasojat e një stuhie të fuqishme që goditi vendin. Në mesin e familjeve të prekura është edhe familja Rakipi, ku stuhia ka shkaktuar dëme në pronën e tyre. Për ta, nata e kaluar ishte një moment frike dhe pasigurie, ndërsa sot përballen me pasojat e motit ekstrem. Qytetari Bajram Rakipi thot se stuhia ka paraqitur rrezik të madh për familjen e tij, veçanërisht për shkak të dëmtimit të garazhit dhe pemëve të rrëzuara pranë banesës, nga ku ai thekson se kjo nuk është hera e parë që përballen me një situatë të tillë, pasi edhe më herët një pemë ishte rrëzuar duke i shkaktuar dëme në balkonin e banesës së tij. Ai kërkon nga komuna që të intervenojnë dhe të largojnë drunjt, pasi sipas tij ekziston rreziku për dëme edhe më të mëdha në rast të rreshjeve të reja. Rreziki ka shumë i madh. Po s'kina pas ka banesa, rrezikin i ka pas që ka garazha është e jemja, u ka dëmtu. Mundet më konë edhe më i madh rreziki, që Allah mos e bëj që o të pritë të thonë që do të bëhet. Kina lajmëruar në komunë. Kur gjë, as një farë. Çfarë prisni prej komunës? Pi komunës prisni të hekin këta druse, janë mundet do një donë më të madh bëhet. Nuk o kjo e para, që e dyta, asni s'ka pi komune kur gjë kësë nësë nadhe. Rakipi thot se për dëmet kanë njoftuar institucionet, por deri tani nuk kanë marrë ndonjë zgjidhje konkrete. Ai thekson se fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, por shqetësimi për sigurinë vazhdon. Por gjigje do t'i premi, do t'i asitni, që janë të ndreq rrugën age me beton, të hecin, me drita si qka. Qka duhet ajo kur rrezikin e kina të madh? Kështu si jetohet këtu. Po kanë ardhur të shohin gjendjen. Kanë ardhur, e kanë pa, shti frik ishte kon nga çika. Kur gjala asnjë fjalë që do të bëhet, do të prehen. Në rrezik të madh janë, ama kush do të marrë përgjegjësi se di ala. Okej, po dëme në shtëpi keni? Në shtëpi njeri jo, elektrik kina pas, kena pas më shtikine, interneti u ka prish, edhe aty u lajmërum, po do të bimi. Ka shumë punë se diçka. Çka do të bëj? Po ndonjë lëndum tjetër? Jo, lëndum s'kina, elhamdulillah, jam që kryesor e mirë, që jam këta që janë rrezik janë. A kush do të marrë përgjegjësi ala na? Atë se dim, veç komuna duhet atë. Tutje, ai thot se ende ndihen të rrezikuar, pasi pemët e dëmtuara pranë shtëpisë mund të shkaktojnë pasoja të tjera, veçanërisht në rast të rreshjeve të reja. Ai apelon që institucionet të reagojnë sa më shpejt dhe të largojnë rrezikun para se situata të përkeqësohet.